Në vitin 2015, duke e shfrytzuar kurrikulën e mësimit në zgjedhje dhe kemi pa rëndësinë e saj në shkollë, kemi bë organizimin e trajnimeve për mësimdhënës për orientimin e karrierës, duke i falendëruar projektit AI, do të thotë në bashkëpunim dhe kontakt që kemi qenë me ta, kemi arritë që në komunën e Pesë të themelojnë qendrën e karrierës, domethënë në shkollën e mesme teknike. Gjatë viteve të fundit, kemi pasur vështirësi dhe sfida të ndryshme sa i përket rekrutimit të personave të duhur, megjithëse hendeku në mes aftësive që ofrojnë shkollat dhe asaj që neve na duhet për këtë punë është i madh. Gjithsesi, qendrat e karrierës janë ndër faktorët të cilët më së shumti na kanë ndihmuar që ta zhdukim këtë problem. Përmes trajnimeve të qendrës së karrierës, unë kam mësuar rëndësinë e kyçes në treg të punës, si dhe përparësitë e një shkolle profesionale dhe përparësitë e mia si CV-s ndaj saj. Jam aftësuar në shkatësi të buta, si dhe në përpilimin e një CV personale, gjë që lehtëson kyçen time në treg të punës. Është e rëndësishme që shkollat të kenë qendra të karrierës, sepse aty, do thotë, studentët krijojnë qasje dhe lidhen me tregun e punës, gjithashtu edhe tregu i punës njoftohet me profilet të cilat i ka shkolla. Si rezultat i bashkëpunimit tonë me qendrën e karrierës, ne si kompani kemi arritur që t'i ofrojmë nxënësve rreth këtyre 4 viteve rreth 50 mundësi praktike. Kemi arritur që t'i informojmë ata sa më shumë rreth profilit të punës që ne bëjmë këto. Ata kanë pas rastin që të njihen sa më shumë me punën që ne e zhvillojmë, si dhe të bëjnë ndërlidhjen e tyre me mësimet që ata i zhvillojnë në shkolla bashkë me punën që ne realizojmë këto. Ne kemi fituar një eksperiencë të mirë sepse punën po e kryejmë me praktikë dhe me teori dhe ne pas mësimit kemi mundësi më ardhmë me vazhdu si punëtor i rregullt. Tu i pa benefitet e komunës së Pesë me ndërtimin dhe funksionimin e qendrave të karrierës, dhe rezultatet që i ka rritë nxënësit në këto qendra të karrierës, gjithashtu dhe benefitet që i kanë pas ndërmarrësit në bashkëpunim me shkollën dhe me qendrat e karrierës. Unë e bëj mesazh se të gjitha komunat, qoftë komunat e Rrafshit dhe Vllazgjinit edhe komunat tjera të Kosovës, fillojnë ngritjen e bashkëpunimit me institucione të ndryshme që t'i kenë qendrat e karrierës si pronë të shkollat e tyre. Praktikën profesionale e kam hasur nga një mësimdhënës i cili ka vërejtur interesimin tim dhe më ka ndihmuar që të gjej punë në rroba qepsi. Këtë vend punës ku jam sot na ka ndihmuar ta gjejmë qendra karrierës përmes institucioneve informuese. Përndryshe do të ishte shumë e vështirë që ta gjeja punën vet. Meqense qendra e karrierës është ura më e mirë lidhse në mes të bizneseve dhe në mes të studentëve, atëherë i nxit të gjitha bizneset që të ofrojnë pranë këtyre zyrave në mënyrë që të promovojnë sa më shumë për kompetencat e punëve të tyre të cilët ata kërkojnë dhe të gjejnë zgjidhjen tek ata studentë të cilët kanë aftësi që të jenë pjesë e kompanive të tyre.